një drejtësi inkuizitore, një drejtësi e cila nuk bën gjë tjetër vetëm diskriminon dhe persekuton qytetarët shqiptarë. Nuk ka sot asnjë vend në rajon, qoftë në Maqedoni, në Kosovë, në Maltëzi, në Greqi, e kudo, që të përdoret mënyra poshtëruse për të paraburgosit ose të burgosit. Ka pasdi. Ka vendime të Gjykatës Evropiane të Drejtat Njeriut, i cili e quajnë të patolerueshme. Jo vetëm ka pasdi, por edhe izolimi në 41 bis. Edhe izolimi në 41 bis e ka quajtur si njerëzor, anti-human. Një çështje që e ka gjykuar pas një apelimi, pas një akimi që ka bërë një avokat italian. Dhe Gjykata Evropiane është qartësisht në vendimet e saj i ka dhënë zgjidhje të gjitha këtyre metodave, mënyre dhe qasje nga qeveritë e ndryshme të Bashkimit të Europës ose jo. Prandaj që zoti Velia është të drejtën e tij, por përpara se të ishte drejtë e tij duhet të kishte folur kur të tjerët ai shikonte tek Kapazi. Kur i shikonte ai të tjerët tek Kapazi. Po është turpshme mor të mbash ti presidentin në mbyllur Kapaz ta gjykosh të Kapaz. Është çmenduri mor, e kupton çfarë do të thotë? Është çmenduri. Ka pjellë, por ka pjellë e keqe, mor, ka pjellë e ndyrë që nuk i shikojnë këtu që Kapazi është mënyra poshtëruse, është mënyrë paragjykuese e një vendimi që do merret nesër. Ja kjo është. Kështu që zoti Velia, shqyqyr që erdhi tek ai mendimi jon, kur e thonim atëherë nuk ndihej, por më mirë vonë se kur, ka thënë ai. Avokat, po pse bëhet një proces i tillë? Sepse vendosja në Kapaz është vetëm për individ të cilët kanë rrezikshmëri që mund t'i sulen gjyqtarit, mund t'i sulen dëshmitarëve, mund t'i sulen. Pra pse është një veprim e tillë? Pse gjykata vendos kështu? Sepse ne kemi drejtësi bolshevike. Ne kemi qasje bolshevike diskriminuese, persekutuese ndaj çdo personi i cili ne arrestojmë. Çdo person i cili arrestohet, që del përpara gjykatës, i bëhet kjo sjellje me qëllim që ta poshtërojnë. Ky është qëllimi, poshtërimi. Nuk ka persona të cilët padyshim që ka persona të rrezikshëm dhe duhet mbyllur ose duhet mbajtur në Kapaz. Sepse përbëjnë rrezikshmëri të lartë shoqërore. Persona të veçantë dhe ata do të jenë me vendim gjykate që mbyllen atje. Pra do të parashikohet që ata nuk mund të rrinë me avokatin aty ulur, por do të mbyllen atje për shkak të gjendjes së tyre, për shkak të veprës penale që ata akuzohen ose janë dënuar, e për shumë arsye. Por kjo ndodh vetëm në raste të veçanta. Por e kuptoni apo jo? Nëse unë si avokat dhe ju si gazetar, nesër për një arsye të caktuar, për një gjë banale, na arreston prokuroria dhe na arreston prokuroria dhe na çon për mas sigurie, unë e ti do mbyllemi Kapaz por si terrorist, e kupton apo jo? Kjo është tregon dhe njerë që ne nuk ndërtojmë do të shtet normal, shtet të drejtës, ku të prevaloj liritë e njeriut, pa prezumimi pa fajsis. Nuk e ndërtojmë do të, është inkvizitoni. Edhe në kohën e Enver Hoxhës, po të shikosh gjyqet politike që janë bërë kohën e Enver Hoxhës, nuk ka pasur Kapaz, mo. Nuk ka pas Kapaz. U dënuan, i dënoi Enver Hoxha gjithmonë, po nuk ka patur Kapaz. Rrinin atje, me policë ruheshin, po rrinin aty te pajo, tavolina aty, bankina që ndërtonin ata. Edhe Ramiz Alia, edhe Fatos Nanu, të gjithë ata kriminalët që u dënuan 93-94, nuk kishte asnjë Kapaz të hekut më. U dënuan për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Asnjë nuk u mbyll Kapaz me ata, që ishin vepra të rënda penale realisht. Nga anit qela me shok, asnjëri nuk u mbyll Kapaz. E kuptoni apo jo çfarë nivelesh ka arritur kjo? Kjo është këmbën alarmi. Pse e bëjnë do thoni ju? Po e bëjnë sepse janë inkuizitor dhe njeriu kush inkuizitor e bën. Kur institucionet tona janë institucione që kanë qëllim poshtërimin dhe jo qëllim rehabilitimin, dhe jo qëllim gjykimin e drejtë të paashëm, të pavarur dhe i barabartë. Jo, ka në thelbin e vet vetë poshtërimin. Do ta poshtëroj sa më shumë, që ta shikoj publiku, të kënaqet publiku, jemi gjak publiku, duke hedhur këto sjellje publikut,
Ua, kafazi, me këtë gjë që e përdorin dhe gazetarët, u mbyll te kafazi, thonë. U mbyll te sikur kjo është një gjë bukur kjo që ta përdorësh. Po si mor ta mbyllësh te kafazi? Ku? Si mund ta mbyll? Dhe qeni nuk e mbyll dot te kafazi, ma. Se të dhimbset, qeni nuk e mbyll dot kafaz, se të dhimbset. Ka krijuar kushte edhe për qenë dhe për kafshët, sot bota. Por mos t'i mbyll në kafaz. Por t'i jap kushte ashtu, mënyra transporti më soft, më të bukura, më të lehta, më pak stresuese. Për kafshët flasim. Imagjinoti çfarë do Shqipëri 2025. Po më gjynoi i vend Bashkimit Evropian. Një, përveç atyre që gjykojnë mafiozët. Gjykonin në vitet 80 Cosa Nostrën italianët dhe i kishin jo në kapan, po kishin dhomë të tërë, po para kishte një kështu. Një ashtu të hekur që ata mos të deportonin te gjykata, se ishin 100-200. Po jo sot është normale duket, turesh presidentin ti në kafaz atje me pranga. Ja kjo është Shqipëria sot. Këtë duhet të ngrini zërin në gazetarë. Këtë duhet të ngrini zërin. Avokat, po ashtu Velia ka pasur dhe ankesa lidhur me njohjen e akteve, pasi sipas tij gjykata ose prokuroria nuk i ka vendosur në dispozicion aktet, i ka vendosur një OSB, por nuk lejohet mjetet pajisjet për ta lexuar OSB në burg, e ndërsa nuk i kanë vendosur, po themi, në mënyrë të printuar gjithë materialet. Atëherë ta shpjegoj këtë moment. Në seancën e kaluar, që kisha unë çështjen e zotit Meta, presidentit, kam ngritur po të njëjtin problematik. Pra presidenti ka ngritur të njëjtin problematik përpara gjykatës, ku i ka kërkuar prokurorisë gjykatës që të njihet me aktet. Okej, jam njohur unë si avokati ti me aktet, po duhet të njihet edhe ai, sepse është detyrim ligjor, është përcaktim ligjor. Nuk e përcaktojmë ne. Sepse ligji e ka në momentin që përfundojnë hetimet, mbyllen hetimet, sipas kodit procedurës, duhet të vendosi në dispozicion akuzën, aktet, provat, cilët të ngritur akuza. Ata nga ka vendosur ne një CD me 70.000 faqe. Po zoti Meta CD me 70.000 faqe, ku do ta hapi? Ku s'ka as kompjuter, nuk ka asnjë mundësi për të përdorur mjekte elektronike. Dhe si mund të shkosh në përgjykim kështu? E njëjta gjë është edhe për zotin Veliaj. E njëjta situatë është për zotin Veliaj. Dhe me të drejtën e tij zoti Veliaj kërkon të gjithet me aktet. Okej, ai është avokati, unë jam avokati, unë merrem me anën ligjore. Ato gjërat e tjera i di personi në hetim. Apo i pandeuli. Ai është ai do të gjithet me të gjitha detajet. Ai do t'ia shpjegoj pastaj avokatit. Pse ka ndodhur kjo? Pse ka ndodhur ajo gjë? Pse ka ndodhur ky veprim? Ose nuk ka ndodhur ky veprim? Pse unë mund ta lexoj dosjen 70.000 faqe? E lexoj, konstatoj, por veprimet i ka bërë klienti. Pra, ai veprimi aty, ose ai që është bërë ose nuk është bërë, do të më japi, do pyes klientin unë. Do më japi shpjegim. Mund të ketë ngjarje ose rrethana të cilët ti mund t'ia shpjegosh duke lexuar dosjen, por nëse do e lexonte ai dosjen mund ta shikonte më ndryshe ngjarjen, situatën, gjitha këto. Po nderuar, nëse ju po ta marr shembull thjesht edhe për teleshikuesit. Për shikuesit tuaj. Nëse ju më vini tek mua si studio ligjore, më shpjegoni problematikën tuaj, unë do t'jap zgjidhje, por hallin, problemet, vepër penale të shkaktuar ose jo, e ke bërë ti dhe ti do më japë shpjegime për çfarë ka ndodhur, çfarë ke bërë ti këtë periudhë. Pra, po se lexove ti dosjen, po se ditë ti, të ma shpjegosh mua, sepse prokurori atje mund të gënjej. Po, nuk po ndërtoj dot akuzën me gënjeshtat e prokurorit, atë mbrojtjen me gënjeshtat e prokurorit. Prandaj duhet që ti si personi i akuzuar duhet të gjithesh me akte, ti thosh avokatit, avokat, shiko, ajo në filan faqe nuk është kështu, po është kështu. Që unë të bëj mbrojtje. Po si mundem mon? Si mundem? Që ti prokuroria kaq serioze është, sa nuk i vendos dispozicion të pandeurit dosjen. Ti mund të bësh proces të rregull ligjor të tillë. Unë e ngrita këtë shqetësim, thash, jam e kaluar, e gjiki vetë presidenti, në seancë, do të gjithë me akte. Me akuzën,
me ato që cilën rëndojnë mbi mua, nuk I dua të gjitha, po të paktën ato të cilat janë flasin për mua. Kështu që është një drejt procedurale kjo e Zotit Velia. Se si mund të t'i garantoj Zoti Velia, ti do shkoj atje pa njën me prova. Që kam mbledhur prokuroria dhe atë e akuzon. Si mundet më? Se unë mund merrem me po s'më tha Zoti Velia, unë nuk bëj klienti im në rastin konkret, po e marr Zoti Meta apo kështu me radhë. Unë nuk kam se si të bëj pa përdorshmëri, pa vlefshmëri, të thirr të shpiftarët, të thirr atë që mund ka dieni e kështu me radhë. Kështu që do ma shpjegosh ti mua, edhe ke qenë ti në vendin e ngjarjes. Të ka ndodhur ty në momenti. Dhe bashkëpunimi me avokatin në këtë formë bëhet, që ti t'i shpjegosh versionin tënd, jo atë që më jep mua prokuroria. Jo më jo s'dua prokurorisë, prokuroria mashtron është të drejtë e saj, do ndërtoj akuzën, do të dënoj, po unë dua të dëgjoj versionin tënd që si personi I cili akuzohesh. Dhe kështu që Zoti Velia është në të drejtën e tij procedurale dhe kjo praktik antiligjore e prokurorisë dhe gjykatës duhet marrë fund. Një herë e mirë, një herë përgjithmonë. Sepse janë praktika që bien ndesh me parimet bazë, si të kodit procedurës dhe të kushtetutës, për sa I përket ballafaqimit të prova, kontradiktoritetit. Dhe nëse nuk ndodh kjo, atëre ne nuk bëjmë proces gjyqësor të rregullt, procedural, siç parashikon kushtetuta dhe konventa. Ne bëjmë një proces për statistik. U dënua ky, u dënua ai, u jo me mbyll aty dhe në fund fare kur referon në prokurorin në komision ligjeve dhe në atë parlament, e ka statistika ai u dënua ky, e dënua ai. Ja kaj, kjo është. Kështu që Zoti Velia për ta mbyllur është në të drejtën e tij ligjore.